Një qytetar nga fshati Borizan në njësinë administrative Nikël të Krujës ka denoncuar në redaksin ton ndotjen e rëndë që po i bëhet ambientit dhe banorëve të zonës nga aktiviteti industrial i fabrikës Kruja Çement dhe disa furrave të gëlqerës që operojnë aty pranë. Sipas denoncuesit, këto objekte ushtrojnë aktivitetin e tyre pa asnjë mas sigurie apo sistem filtrimi, duke lëshuar në ajër sasi të mëdha pluhuri dhe mbetjesh toksike. Ai ka dërguar një video në të cilën duket qartë një sasi e konsiderueshme tymi dhe pluhuri gri që ngrihet në ajër dhe përhapet në mjedisin përreth, duke ndotur rënd atmosferën dhe rrezikuar shëndetin e banorëve. Në mesazhin e tij qytetari shkruan: "Mirëmbrëma, dua të shpreh një shqetësim në lidhje me ndotjen dhe helmimin që po na bëhet në fshatin Borizan të Krujës nga fabrika Kruja Çement dhe nga furrat e gëlqereve që vazhdojnë pa pikë sigurie dhe pa pikë sistemi filtrimi aktivitetin e tyre. Gjuna për këtë ekosistem të bukur që Shqipëria ka dhe ne për të mbushur xhepat po e shkatërrojmë. Sinqerisht ndonjëherë më vjen turp që jam shqiptar, turp." Pamjet filmike të dërguara nga qytetari pasqyrojnë një situatë alarmante për mjedisin dhe shëndetin publik. Ndotja duket se po ndodh në mënyrë të vazhdueshme dhe në hapësirë të gjerë, duke krijuar rreth të dendura pluhuri të përhapura drejt zonave të banuara. Pavarësisht rëndësisë së çështjes dhe pasojave të drejtë që mund të ketë për komunitetin lokal, deri më tani nuk është raportuar për asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse për mjedisin. Redaksia jon fton institucionet përkatëse të reagojnë dhe të marrin masa për të hetuar situatën dhe garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e qytetarëve të zonës së Borizanës.